Kohë më pas, Dick Marty e riaktualizoi mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-sërbe dhe inicoi miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroi themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e trilluar të organeve. Pra, kjo gjykatë u themelua që të zbardh pretendimet për trafikim organesh me mandat nga 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykatë u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që nëpërmjet Rusisë ta themelojë atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ta rikthej UNMIK-un, ku Rusia këtë drejt vetoje. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë çlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër mu në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellët midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pa ndarje dhe shkëmbim territoresh.